ai ishte vetëm 20 vjeç kur jeta e tij ndryshoi përgjithmonë. Ndërsa bashkëmoshatarët e tij shijonin rinin, Todit ju desh të bëhej baba për motrën e tij të vogël foshnje. Për 11 vite me radhë, ai arriti, e ushqeu dhe e mbrojti nga bota e egër, por një natë të ftohtë dhjetori, një zhurmë rrëqethse nga dhoma e gjumit dhe vajzës, do të zbulonte një të vërtetë që ai nuk e priste kurrë. Çfarë po fshihte 11 vjeçaria Emily? Dhe cilat ishin ato 3 fjalë që do t'i ndryshonin jetën Todit përgjithmonë? Ajo lindi kur ai ishte vetëm 20 vjeç. Pavarësisht se ishte pothuajse një i rritur, ai mori përsipër përgjegjësitë kur të tjerët nuk munden. Në të njëjtën mënyrë si një baba do të rriste vajzën e tij, ai vendosi të merrte motrën e tij të vogël foshnje. Ai u kujdes për të dhe e rriti atë për vite me radhë. Nuk kishte askënd tjetër tek i cili ajo mund të drejtohej. Atij nuk i kishte shkuar kurrë ndërmend se ajo do t'i fliste ashtu një ditë. Në errësirën e natës kishte ndodhur. Në dhjetor, i ftohti sapo po fillonte të largohej, por Debora ende binte pa pushim. Kishte diçka që nuk shkonte me motrën e tij të vogël. Kur dhoma e gjumit e 11 vjeçares filloi të bënte zhurma shqetësuese, burri u ngrit me shpejtësi nga krevati. Në përpjekje për ta ndihmuar, ai u fut brenda me vrap. Megjithatë, ajo që pasoi zbuloi atë që ajo mendonte vërtet për të. Por para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe sigurohuni të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë ende, dhe shtypni atë zilen e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Fillimisht, dhoma e vajzës së vogël kishte bërë një zhurmë të huaj çdo natë. Emily Bennett vëzhgohej gjithmonë me vigjilencë nga vëllai i saj i madh Todd Bennett. Përmes ulëngjitjeve të hetës, lidhja e tyre u farkëtua në zjarret e fëmijërisë. Ishte përgjegjësia e Toddit të siguronte sigurinë dhe mirëqenien e Emilit si vëllai më i madh. Toddi kishte vënë re diçka shqetësuese kohët e fundit. Në dhomën e voglushes Emily, një zhurmë e mbytur por këmbgulse si fishkëllim merrte në përmure çdo natë ndërsa ai shtrihej në krevat. Në fillim, ai anashkaloi si asgjë më shumë se një shqetësim kalimtar. Një zhurmë e huaj zakonisht vinte vonë natën nga apartamenti ku ata jetonin në qytet. Zhurma vazhdoi gjatë gjithë natës, duke u bërë më e lartë dhe më e theksuar. Shqetësimi i Toddit u thellua dhe ai filloi të besonte se kishte diçka më shumë se thjesht një automjet që kalonte. Gjatë gjithë natës, mendimi e mbajti zgjuar, duke e bllokuar ndërgjegjen si një përshpërit këmbgulse. Në përgjigje të pyetjes së tij mëngjesin e ardhshëm, Emily i largoi shqetësimet e tij me një buzëqeshje të sforcuar, duke këmbgulur se gjithçka ishte në rregull. U ndje sikur një gor i rënd ishte vendosur në gjoksin e Toddit, me gjithë sigurimet e Emilit. Ngadalë, frika filloi të depërtonte në qenien e tij. A kishte humbur diçka të rëndësishme? Ishte e lehtë për të njihte kur motra e tij e vogël po fshihte diçka, dhe pamja e saj e gëzuar vetëm sa ia shtonte ankthin. Toddi dëgjonte dhomën e Emilit natë pas nate, kurioz për zhurmën e çuditshme që vinte prej saj. Pas një nate në dhomën e saj, ai hyri dinur se nuk mund të qëndronte duar kryq. Pamja që do të shihte nuk ishte ajo që priste. Sa prej jush do të sakrifikonin shkollimin dhe rinin për të rritur një familjar? Na tregoni në komente nëse veprimi i Toddit ishte heroik apo i nxituar. Ndërsa u zbras, ai e luti zemrës së tij të qetësonte. Guximi dhe kontrolli ishin thelbësor për të. Nuk kishte asnjë mënyrë se ai të humbiste motrën e tij të vogël. Ai nuk mund të dorëzohej para saj tani që ajo ishte gjithçka që kishte. Ishte sikur zemra e Toddit po rrante në gjoksin e tij ndërsa u hodh në veprim. Megjithse ndjeu lodët e hënshëm që i djegnin syt, ai refuzoi t'i lente të bar. Me gjithë duart e tij të dridhuara, ai bëri çfarë mundi. Ndërsa thërriste autoritetet, ai vetëm shpresonte se do të arrinin në kohë. Në vend që të linte diçka t'i ndodhte motrës së tij, ai do të vdiste i pari. Mirësia e tij shpejt do të shpërblehej nga vajza. Kur Toddi mori Emily në jetën e tij, ai ishte vetëm 21 vjeç. Papritur, ai u përball me një përgjegjësi frikësuese. Ishte e pamundur që nëna e Emilit të kujdesej për të fizikisht e mendalisht. Ajo ishte një përdoruese substancash. Babai i Emilit ishte i papërshtatshëm për prindërim. E vërteta e ashpër mbi temperamentin e njerëkut të Toddit e çoi Toddin në një udhëkryq në vitin e dytë të kolegjit. Kur Toddi kuptoi se Emily ishte në risk, ai e mori shpejt Emilyn atë larg shtëpisë së tyre të trazuar. Sturmia që po gatuante brenda shtëpisë së tyre e detyroi atë ta merrte me vete në konventin e tij të kolegjit. Duke menduar për të ardhmen e tyre të pasigurt, ai ndjeu peshën e vendimit të tij të nxituar që rendonte mbi shpatullat e tij. Toddi kaloi atë natë duke menduar një rrugdalje nga ky problem madhor. Motra e tij e vogël, ende foshnje, fjeti qetë në krevatin e tij ndërsa ai mori divanin. Në mëngjes, ai e dinte çfarë duhej të bënte. Do t'ishte një kërcim besimi drejt të panjohurës, një rrezik që ose do të shpërblehej ndjeshmërisht, ose do t'i dënonte atë dhe Emilyn përgjithmonë. Vendimi i Toddit ishte i thjeshtë.
Ai duhej të pezullonte kolegjin, ai do të gjente një apartament dhe një punë dhe do kujdesej për motrën e tij të vogël deri në kohën kur prindrit e tyre të ngriheshin në këmbë. Po, vendimi si ai që e kishte sjell këtu ishte i nxituar. Për Todi nuk shihte asnjë rrugë tjetër daljeje. Ai duhej të ishte aty për Emilin, duhej t'i siguronte asaj një jetë të mirë dhe të qëndrueshme. Ai do të bënte gjithçka për të parë këtë qëllim të përmbushur. Për Todin, vendimi për të pezulluar kolegjin nuk u mor lehtë. Duke kuptuar rëndësinë e sigurimit të jetesës për Emilin, ai u nis në një mision për të siguruar një apartament mjaftueshëm të mirë. Kur kjo u krye, ai kërkoi punësim. Çdo sakrificë që bëri ishte i nxitur nga një qëllim i vetën, të ruante dhe të ushqente motrën e tij të vogël, e cila mbështetej vetëm tek ai për stabilitet dhe dashuri. Si kujdestari ligjor i Emilit, Todi u zyt në ndërlikimet e prindërimit me vendosmëri dhe pasion. Ai përpiu libra prindrimi, kërkoi udhëzime nga grupet mbështetëse dhe pranoi sfidat që vinin me rritjen e një fëmije. Pavarësisht tronditjes fillestare të marrjes një roli të tillë në një moshë të re, dashuria e Todit për Emilin u rrit pafundësisht. Po, çdo ditë ishte një luftë, por ai ishte i lumtur që po e bënte të gjithë këtë për një qëllim të rëndësishëm. Ditët numëroheshin ngadalë, disa të mira e të tjera të vështira. Edhe pse Emili ishte teknikisht motra e tij, Todi filloi ta shihte atë përmes një lendeje tjetër, si vajzën e tij. Lidhja që ndanin te kalonte lidhjet e thjeshta familjare. Ajo ishte e rrënjosur në dashuri të pakushtëzuar dhe varësi reciproke. Zemra e Todit mbushej bërmallëngjim çdo herë që shihte në syt e pafajshëm të Emilit. Pavarësisht sfidave me të cilat u përballën, Todi arriti të siguronte një punë të qëndrueshme, që u mundsonte atyre një stil jete modest, por të rehatshëm. Me të ardhurat e tij të fituara me mund, ai mori me qira një apartament të këndshëm në qytet dhe e regjistroi Emilin në një shkollë publike të mesme me reputacion. Ai madje u kthye në kolegj dhe përfundoi diplomën e tij, duke besuar se një ardhme më e mirë ishte e mundur për të dy. Çdo vendim që Todi merrte përqendrohej në mirëqenien e Emilit. Ai zgjodhi me kujdes shkollën e saj, punoi orë të gjata dhe u sigurua që shtëpia e tyre të mbetej një vend i sigurt dhe mbështetës. Ditët e tij ishin të mbushura me përgjegjësi, por ai e mbante barrën me dëshirë, sepse Emili do të thoshte gjithçka për të. Kaluan 11 vjet dhe jetët e tyre u stabilizuan në një ritëm të qëndrueshëm. Mëngjesët fillonin me mëngjesa të nxituara dhe përgatitje për shkollë, ndërsa mbrëmjet kaloheshin duke ndarë vakte të thjeshta dhe tregime nga dita. Pavarësisht mungesës së prindërve të tyre, familja e tyre vogël lulëzoi mbi dashuri dhe qëndrueshmëri. Një natë të qetë, megjithatë, diçka ndryshoi. Zhurma të çuditshme filluan të vinë nga dhoma e Emilit. Todi ndaloi jashtë derës. Zemra e tij papritur po rrihte fort. Ai e hapi ngadalë, kërcitja e derës theu heshtin në apartamentit. Ajo që pa e mbushi me terror. Emili qëndronte shtrirë në krevatin e saj, duke kollitur me vunshëm. Fytyra e saj ishte e skuqur nga ethja. Frymarrja vinte me fishkëllima të dhimbshme që e hënin në dhomë. Todi nxiton në anën e saj dhe vendosi një dorë të dridhur në ballinë e saj. Temperatura e saj ishte rrezikshmërisht e lartë. Frika e pushtoi atë kur kuptoi se sa e rëndë ishte situata. Emili kishte nevojë ndërhimi menjëherë. Pa hezitim, Todi ngriti motrën e tij të vogël në krah dhe doli me nxitim nga apartamenti. Mendja e tij ishte e përqendruar në një qëllim të dëshpëruar, ta shpërtonte atë. Çdo hap poshtë shkallëve ndjehej pafund, ndërsa frymahja e rëndë e Emilit dëgjohej më fort pas gjoksit të tij. Kur doli jashtë në ajrin e freskët të natës, konfuzioni e mjegulloi gjykimin e tij. Për një moment, ai besoi se ajri i freskët mund ta ndihmonte të merrte më lehtë frym, por trupi i dridhur i Emilit e kujtoi se diçka shumë e serioze po ndodhte. Detyrmimi për të mos humbur asnjë sekondë tjetër, Todi e ktheu brenda dhe shtriu xhentalmisht në krevatin e tij. Duart e tij tridheshin kur kapi inhalatorin e urgjencës që mbante aty pranë. Me kujdes, ai e ndihmoi Emilin ta përdorte, duke shpresuar se do të lehtësonte shtrëngimin në gjoksin e saj. Ngadalë, frymarrja e saj filloi të përmirësohej. Zhurma e fishkëllimeve të saj u zbut dhe Todi ndjeu një val të vogël lehtësimi.
por ai e dinte se inhalatori nuk ishte i mjaftueshëm. Ai kapi telefonin dhe thërriti shërbimet e urgjencës, duke shpjeguar situatën sa më qetë mund të munte, ndërsa i nxisnin ata të vinin shpejt. Minutat që pasuan, u ndjen të merrsisht ngadalta. Todi ulej pran Emilit, duke mbajtur dorën ndërsa ndjente nxehtësinë e lëkurës së saj të edhshme. Frika i kalonte në përmendime, ndërsa priste që ndihma të arrinte. Në fund, ulerja e sirenave të largëta theu heshtin. Lehtësimi pushtoi gjoksin e Todit, kur mjekët nxituan në apartament dhe e vlerësuan gëndimin e saj. Brënda disa qastesh, ata e vendosën me kujdes në vigë dhe e transportuan në ambulancë. Todi udhëtoi pranë saj, duke parë formën e saj të brisht, ndërsa kujtimet e jetës së tyre së bashku i mbushnin mendimin. Për vite, ai e kishte mbrojtur, u kujdes për të dhe e doni atë si një prind. Tani duke e parë atë pa ndërgjegjës, ai instikti mbrojtës u bë më i fortë se kurrë. Në spital, Emili u dërgua shpejt në dhomën e urgjencës. Todi qëndroi në korridor, duart të shtrënguara ndërsa priste me ankth për lajme. Pak prera se dyert të mbylleshin pas saj, Emili e shikoi atë me një buzëqeshje të lehtë dhe përshpëriti 3 fjalë të qeta. Faleminderit, babi. Frymëmarrja e Todit u ndalua, kur emocioni e mboshti. Ato fjalë zbuluan gjithçka që Emili ndjente, por që nuk e kishte thënë plotësisht kurrë. Duke u ndalur vetëm në dhomën e pritjes, ai kuptoi se sa thellësisht Emili ishte bërë vajza e tij, në çdo mënyrë që kishte rëndësi. Fatmirësisht, mjekët nuk gjetën asgjë alarmante për shëndetin e saj. Todi nuk mund të ishte më i mirënjohës se kaq. A mendoni se lidhja që krijua mes Todit dhe Emilit është më e shtrenjtë se një prindi biologjik? Na tregoni mendimin tuaj. Dhe si gjithmonë, nëse kjo histori ju preku, mos harroni të bëni subscribe dhe like. Shtypni zilen e notifikimeve që t'jeni të parët që dëgjoni historitë tona të radhës. Faleminderit që jeni pjesë e komunitetit ton.